Të rinjt gjithmonë më shumë po orientohen drejt arsimit profesional. Këtë e tregojnë edhe objektivat e qeverisë, e cila synon që deri në vitin 2030, 35% e numrit të përgjithshëm të nxënësve të ndjekin arsimin profesional. Eksperti punësimit Erion Muça tregon se këto objektiva nuk janë rastësore pasi reflektojnë nevojat e tregut të punës. Sigurisht orientimi drejt arsimit dhe formimit profesional ka qenë një ndër orientimet më të drejta të ndërmarra vite më parë. Kjo sepse duke ditur sot nevojat reale të tregut, shumica prej tyre janë dhe kërkojnë punonjës të thjeshtë deri në nivel zanatesh. Çfarë do të thotë? Arsimi dhe formimi profesional prodhon dhe duhet prodhoj pjesë më të madhe të zanatçive për cilët ka nevojë vendi ynë. Sigurisht kjo gjë do bëj që ne tulim mendjen e punës dhe të rrisim forcën e punës. Por, a do të ndikojë ky realitet i ri në dëshirën e të rinjve për të ndjekur arsimin e lartë? Unë nuk mendoj që do zbehet interesi për universitet, mentaliteti, kultura dhe frymëzimi që kanë shqiptarët për të patur një status caktuar dhe këtë status ta jep vetëm arsimi i lartë do vijojë të mbetet dhe për shumë vite të tjera. Ajo çfarë dhe universitetet duhet bëjnë është të përqendrojnë degët dhe programet mbi nevoja që ka vendi për profesionistë të caktuar. Mëtej, Muça thekson se duhet të rishikohen standardet e pranimit në shkollat profesionale, sepse shpesh ka paragjykime. Është përballë një sfide që ka të bëjë me cilësinë e nxënësve që i shkojnë për të vazhduar studimet. Akoma shkolla profesionale s'po luftojnë mentalitetin që nxënësit më të dobët shkojnë pranë tyre, gjë që në mënyrë apo në tjetër në gjykimin tim si ekspert do duhet të vënë disa kritere pranimi dhe shkollat profesionale për të filtruar sadopak kontingjentin e nxënësve që shkojnë pranë tyre. Një ndër to mund të ishte niveli mesatarës në shkollat nëntëvjeçare që mund të jetë kriter pranues. Krahas dyfishimit të numrit të nxënësve, qeveria planifikon të investojë 60 milion euro në ndërtimin e shkollave profesionale dhe instalimin e laboratorëve teknik.